Ka disa ditë që media të paguara nga Erion Veliaj dhe familjarët e tij japin zënje gënjeshtre një intrige se gjoja në dosjen e Evis Berberit është përfshirë edhe Belin Kolliçi, i cili ka biseda për protestat që bënte tek Bashkia e Tiranës. Në fakt, kjo është një tezë dëgjuar e super përmendur nga njerëzit e Erion Veliajt gjatë kohës që ishte protesta para bashkisë. Kujtojmë këtu mediat e kryebashkiakut Veliaj, kur bënin thirrje për ta mbyllur protestën, hapnin intriga se e paguante Belinda Balluku. Një nga mediat e akuzuara kemi qenë edhe ne për betejën tonë që kishte me kryebashkiakun, të cilën e kemi quar deri në fund dhe po e vazhdojmë akoma. Por kishte edhe nga ata që gjoja fshihen në strezën e opozitës, por paguheshin dhe janë të hapur. Ne kemi treguar edhe me fatura nga paratë e incineratorëve, nga paratë e koncesioneve dhe nga qindra milion lekët e dhëna nga vëllai i Erion Veliajt, Arbër Veliaj, nga kompania Gogol, e cila është nën hetim nga SPAK. Po flasin për miliona euro në disa vite. Shkojmë më tej, ditët e fundit na është thënë se ka disa përgjime. Ka patur një reagim edhe nga deputeti Belin Kolliçi, i cili ka përgënjeshtruar ato. Dhe më pas është pretenduar se kemi qenë ne. Arsyeja e sulmit ndaj Irfanit, i cili ka hapur dyert e së vërtetës për Belin Kolliçin dhe se Belinda Balluku do t'i merrte partinë Saliut. Marrira, fantazma që një zot e di nga prodhohen, por gjithsesi meqense thonë që ka pasur përgjime gjatë kohës kur ka qenë në burg, ku janë? Pse nuk i nxjerrin? Kur i kanë dhe i din apo i kanë lexuar? Sepse ato përgjimet që janë para se të ishin në burg i kanë mediat të gjitha dhe kush nuk i ka jemi të gatshëm t'u avëm në dispozicion të gjithë fashikujt e regjistrimeve dhe çfarë është gjetur në celularin e Evis Berberit nga viti 2019 deri në ditën që është arrestuar më 14 mars të vitit 2024 dhe nuk ka asnjë gjë, asnjë komunikim siç pretendohet nga mashtruesit publik të paguar nga vëllai i Erion Veliajt, siç pretendohet nga ekranet e Irfan Hysén Belliut të paguar nga Erion Veliaj dhe familjarët e tij. Nuk është e vërtetë e pazbulueshme. Faktet dhe provat janë në dosje. Përgjimet janë atje. Kanë gjetur mënyrën e gabuar për të gënjur ekran pas ekrani në hapësirat të dhëna në media që i kanë shërbyer incineratorëve, kryebashkiakut të Tiranës, mazhorancës apo dy lekshave të dhëna nga segmentet e pushtetit. Pyetja është e thjeshtë, kur i kanë këto përgjime pse nuk i nxjerrin? Se ne dosjen e gjykatës dhe hetimin e kemi të zbardhur të gjithit. Dhe po t'ishin atje, as Miro Baze dhe as Carlo Bolino nuk do t'ia kursente Belin Kolliçit këto përgjime, sepse kanë shkruar gazetarët e tyre që i kanë parë dosjet. Nuk do t'ia kursente as Qimpeka, i cili në fakt ka qenë nga këta artikuluesit e këtyre zërave idiot se protestat para Bashkisë së Tiranës i sponsorizonte Belinda Balluku, ndërkohë që ishin poshtë zyrës saj. Dhe Belinda Balluku ka qenë mjaft e vetëdijshme që pas Erionit do ta kishte radhën ajo. Kuptoj, çimi duke luajtur peskatësh apo poker me zdromsin, fillonte nga këto qefet e thashethemeve të tij, por që të vërtetën e di. Në fillim thanë se përgjimet s'kan dalë, ndërkohë që përgjimet kanë dalë gjitha. Në fillim thanë se ka folur pasi ka qenë në burg, tani thonë pa rënë në burg. Dosin e kemi të plotë dhe asgjë nuk nxjerrin. Por nëse ka folur Belin Kolliçi na i jepni ne përgjimet e tij se ja publikojmë në qast. Dhe boll me gënjeshtra, marrira, shpifje, fyrje dhe intriga të sponsorizuara nga interesat e burgut të Durrësit ose klaneve të këtij qyteti, që çështjet hetimore të bëra nga SPAKu, dosit e këtij institucioni duan t'i kthejnë intriga dhe interesa për përfitime klanesh të caktuara, deri të lidhura me krimin që kërkojnë të qerrin njëri tjetrin në betejën për pushtetin e stërzgjatur të Edi Ramës. Ndaj mirë do të ishte t'i nxirrin këto përgjime jo vetëm për Kolliçin, ashtu siç dolën ata të deputetit të Lulushit, por edhe të një deputeti tjetër të zotit Basha që më pas kishte dalë nga linja, nga ata që e drodho me vonesë. Ndaj me të tilla skema dhe intriga mercenare që shumë shpejt u del tymi dhe nuk i duan askujt, thjesht dhe vetëm mësojmë se sa i fuqishëm është ende pushteti i parave të zdromsit dhe njerëzve afër tij. Sa të forta janë intrigat, pabesit, thashethemet, që nga interesat e pushtetit deri te dy lekshat si kosk për qenë një pseudofaktor në treg që sjell vetëm zhurmë dhe i shërben klaneve të krimit, korrupsionit që vërtet janë në hetim nga SPAK dhe jo vetëm dhe thjesht në përgjime tek Evis Berberi apo tek mesazhet e Belinda Ballukut, por që shkojnë përtej te grupet e strukturuara kriminale dhe tek Sky dhe Encrochat, apo të tjera akoma që dalin nëpër telefona, si lëvozhga të hedhura në rrugë për të shkelur me këmbë pasi kanë përfunduar shërbimin e radhës.